Më keni kërkuar shumë që të bëj një video në lidhje me këtë detergjentin dhe jam munduar të kap disa momente gjatë pastrimit. Si fillim mund të mbushni një enë me ujë, po unë kam përdorur pjesën e lavamanit, do të shkrini pak detergjent aty, edhe më pas me një shtupë të pastër e lagim shtupën edhe normalisht do vazhdojmë të pastrojmë ambientet dhe vendet ku ka papastërti. Unë këtu kam treguar me stilolaps te tavolina. Kjo tavolina është pak si me kokriza dhe është çik vështirë që të largohen në fakt njollat apo stilolapsi, por ky detergjent realisht e heq shumë kollaj. Gjithashtu për yndyrën ka bërë shumë përshtypje se si e shkatron yndyrën në sekonda. Yndyrën e aspiratorit që është përgjithsisht më e vështira për t'u hequr, edhe mund ta lëm 1 orë apo gjysë ore në detergjent, në ujë e kështu, me këtë nuk ka nevojë fare, thjesht merr pak detergjent dhe vazhdon të pastron yndyrën ku e keni edhe largon direkt në pak sekonda e shkrin komplet. Mua nuk ma kishte kapur ambientin, këtu ka pak yndyrë te kapaku sipër aspiratorit, por nuk e di pse nuk ishte regjistruar video kur unë tregoja për fshirjen e aspiratorit.